Në 2 ferma në zonën e Dajçit në Shkodër është shfaqur infeksioni i murtajës së baktive. Nga shërbimi veterinar në këtë qark thonë se janë marrë masat për asgjësimin e krerëve të baktive, ndërsa ende nuk duket origjina e sëmundjes. Në të vërtetë kjo është një sëmundje që transmetohet nga kafshët e smura të kafshët e shnoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshës. Por ajo që është e rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafsh të imta dera bolli që nuk janë të pajisur me certifikat veterinare, që janë të pamatrikulluar. Po masi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Aktualisht sot kemi përveç fermës në rastin e parë, ka qenë një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë lektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 ferma me bakti të imta. Kështu që unë nuk shoh ndonjë rrezik që të përhapet sëmundja. Natyrisht, kjo bëhet e mundur vetëm edhe faktit nëse fermerët do të zbatojnë të gjitha urdhrat ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Do të sjellem me mendje faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhrit ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bakti të tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrolluar nga shoqërorët veterinar vetëm nga ferma ndërtore. Natyrisht pajisur me certifikat veterinare. Për fermerët që i kanë bakti të matrikulluara, do të ketë dëmshpërblim për humbje që vijnë nga sëmundja. Në zonën e Malit të Gjymtit, në total janë 4 ferma, ndërsa autoritetet e kanë vendosur zonën në karantinë. Ministria ka përfshirë në planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt përsa i përket matrikullimit dhe zbatimit masat parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë ekziston rreziku që të mos dëmshpërblehen. Murtaja baktive u rishfaq në Shkodër pas një viti, ndërsa në 2025 pati 3 raste të kësaj sëmundjeje.